Me një kast aktorësh të teatrit të Tetovës, nesër do të shfaqet premiere e shfaqjes në përballje me vdekjen të autorëve William Shakespeare dhe August Stromberg. Në regjinë e Afërdita Nuhijit, shfaqja trajton marrëdhëniet ndërfamiljare, ndërsa aktualiteti i saj bën që çdo spektator të mund të gjejë veten në ndonjë pjesë të saj. Procesi ka qenë shumë i mirë, shumë i këndshëm. Kemi pas proces jo shumë gjatë, realisht. Ka qenë 1 muaj e gjys perioda e caktuar e provave, përgjithsisht. Dhe unë uroj që kjo shfaqje të ketë shumë një gjatësi, sepse vërtet ja vlen shihet, është një tematikë që përballet me fenomenin ton aktual që e kemi. Është domethënë tematika mes prindve dhe fëmijëve. Është një tematikë, jo vetëm kjo, është më e gjerë, domethënë ne kemi kap jo vetëm një linjë që është prind-fëmijë, kemi kap edhe linjat përballjet mes motrave, mes familjes në vetveten, mes armiqësisë, mes besueshmërisë, domethënë të miqve që ne mendojmë që i kemi miq dhe na dalin armiq. Atëherë, shfaqja është dramë socio-ekonomike dhe flet për raportet mes prindit dhe fëmijës, dhe se deri ku mund të arrijë një prind për mirëqenien e fëmijëve të vet. Një ditë pas kësaj premiere, Tetova do të vazhdojë me festivalin ndërkombëtar të poezisë, Ditët e Naimit, i cili si vjet mbahet për të 29-ën herë. Festivali nis me manifestimin para shtëpisë së kulturës në orën 19:30. Më pas në sallën e madhe të Pallatit të Kulturës do të çelet edicioni i 29 dhe do të lexojnë poetët krijimet e tyre. Aty do të ndahet edhe çmimi letrar Naim Frashi, poetit të madh austriak Manfred Schobot. Manifestimi letrar Ditët e Naimit do të zhvillohet si zakonisht në ambientet e Teqes Arabati Baba në Tetovë, ku poetë nga vende të ndryshme të botës do të prezantojnë krijimtarinë e tyre poetike.